Nëse ke guxim të dëgjosh, fuqi të ndryshosh, atëherë po, emisioni Fije Jete është për ty. Nëse pret përgjigje të sakta, ndoshta je në vendin e gabuar. Por nëse ke pyetje të ndershme dhe sfiduese, je në vendin e duhur. Çdo të hënë në orën 21 në Paper FM 91.1, emisioni Fije Jete për ty. Mirëmbrëma, mirëmbrëma nga emisioni Fije Jete. Sot do të kthehemi të flasim sërish për varësitë. Në episodin e kaluar ne folëm për varësitë si një mënyrë për të mbijetuar, për mënyrën se si trupi dhe truri kërkojnë qetësi, duke u lidhur pas substancave, që jep përkohësisht ndjenjën e kontrollit, siç është alkooli, drogat apo nikotinat. Por ka disa varësi që nuk vijnë erë, nuk lënë gjurmë në lëkurë, nuk shihen në analiza mjekësore. Janë varësitë që fshihen në sjelljet tona të përditshme. Në punë, sa orë punojmë, në blerje, në bixhoz, në ushqim, në pornografi, në seks. Në të gjitha këto sjellje që përbëjnë një kategori të varësive, që na bëjnë të përfshihemi për të harruar. Këto janë varësitë e heshtura, ato që shfaqen si shprehi, po përmbajnë brenda një boshllëk që njeriu nuk di si ta përjetojë ndryshe. Sot do të flasim për to, për varësi nga pornografia, seksi, bixhozi, shoppingu, nga ushqimi dhe nga puna. Do të përpiqemi të kuptojmë se cila prej tyre përpiqet të mbushin boshllëk të ndryshëm, por që buron në thelb nga i njëjti vend i rëndësishëm, që është mungesa e lidhjes së vërtet me veten. Në thelb të çdo varësie qëndron nevoja për të rregulluar një ndjenjë të brendshme, të paplotësuar, shpeshherë një boshllëk, një pasiguri apo një dhimbje emocionale. Kur truri zbulon që një sjellje e caktuar siç është pornografia apo seksi sjell një çlirim të menjëhershëm përmes dopaminës, ai fillon ta regjistrojë atë si një rrugë të sigurt drejt rehatisë, një lloj anestezie emocionale. Me kohën, trupi mësohet ta kërkojë këtë ndjesi sa herë që shfaqet ai boshllëk emocional, ajo mpirje emocionale, ajo vetmi ekstreme. Sepse kjo është një pjesë e rëndësishme e varësisë. Shmangja e emocioneve në të gjitha varësitë, nuk ka rëndësi çfarë kategori i takon. Varësia është ajo mënyra që përdoret për të mos ndjerë, për të mos përballuar stresin, vetmin, dështimin, dhimbjen, turpin, fajin. Kjo është ajo që e bën këtë cikël të jetë gjithmonë kaq aktiv, sepse sapo individi përballet me një emocion kaq të fortë, truri automatikisht kërkon arratisjen. Po si fillon varësia nga pornografia? Për fat të keq, sipas historive që janë treguar në zyrën time, në kulturën tonë, varësia nga pornografia ka filluar shumë herët. Ndoshta prindrit për shkak të shumë angazhimeve që kanë pasur, për shkak të gjithë dramave që kanë ndodhur në jetën e tyre. Disa individ kanë filluar që të përballen me pornografinë që në moshën 6 vjeç. Atëherë kur vërtet truri i tyre nuk ka qenë në gjendje të procesojë as aktin, as agresivitetin, as lakuriqësinë në ato video. Dhe përbashkëta e këtyre njerëzve që kanë rënë në kontakt kaq shpejt me pornografinë, ka qenë vetmia, pra fëmijë që për shumë arsye, sepse prindrit ishin në punë, sepse prindrit ishin emigrant, sepse po përjetonin divorce të vështira, këta fëmijë janë përballur në mënyrë të vazhdueshme me këtë pornografi. Sepse varësia nuk fillon me një vendim të vetëdijshëm, nuk ka askush që çohet një mëngjes e thotë sot do bëhem i varur. Ajo shpesh lind si një mënyrë e heshtur kur diçka fillon të qetësoj, të lehtësoj, shihet si një arratisje,
fillon të zvendçojë mënyrat e tjera me të cilat përballesh me jetën. Për shumë njerëz pornografia fillon si një mënyrë për të zbutur stresin, për të qetësuar ankthin, për të mbushur vetminë. Dhe po, ke njerëzit që janë të varur nga pornografia, vetmia dhe frika nga marrëdhëniet e vërteta qëndron në thelb të kësaj varësie. Pra nisi një zakon i thjeshtë, si një që s'po i bëj keq njeriu, cili është problemi. Por pastaj kthehet në një mënyrë për të shmangur vetminë dhe marrëdhënien, siç thash. Traumat e hershme janë të rëndësishme për të njohur dhe për të kuptuar në të gjitha llojet e varësive. Por në këto nuk bëjnë përjashtim as varësia nga pornografia apo varësia nga seksi. Sigurisht të dyja varësitë janë të ndryshme, nuk janë të njëjtat, por gjithsesi do t'i shpjegoj pak më vonë diferencat. Njerëzit që janë ndier të pa vënë re, të pa dukshëm, apo të braktisur, apo të pasigurt në marrëdhëniet e para të rëndësishme, shpesh zhvillojnë këto mënyrat alternative për të qetësuar veten, këto ilaçet hormonale siç janë gjitha varësitë. Theksoj, njerëzit që janë ndier se shpesh herë përballen me prindër që janë shumë të kompleksuar, duke thënë që unë jam përpjekur të bëj më të mirën dhe po, kjo nuk vjet në dyshim. Por ndonjëherë është mënyra se si një fëmijë ndihet, më shumë se sa ajo që ti bën si prind. Për fat keq, po të rikthehemi ke pornografia, pornografia është shumë aksesueshme, domethënë mjafton me një klikim dhe procesi është shumë i shpejtë. Mjedisi digjitale bën shumë të lehtë hyrjen, por shumë të vështirë daljen. Dhe për shumë njerëz përvoja e parë me pornografinë, siç e thash, ndodh shumë herët. Përpara se të ke ndërtuar edhe një kuptim të shëndetshëm për trupin, për dëshirat mes njerëzve, edhe për marrëdhënien. Varësia ka ciklin e vetë të sjelljeve, e cila truri hyn në një cikël që e mban të gjallë, që është impulsi i parë, ngacmimi i parë, tundimi, përdorimi, nuk ka rëndësi varësia, pendesa dhe pastaj përsëritja. Sa herë që cikli ndodh, rrugët nervore në trup bëhen më të forta. Truri mëson që kjo është mënyra ime për të ndier mirë. A ka ndikim varësia nga pornografia tek partnerët dhe marrëdhëniet? Po, sepse kur një partner zhvillon varësi nga pornografia, ndikimi nuk mbetet vetëm tek ai, por shfaqet si një tronditje që kalon në përgjithë sistemin emocional të marrëdhënies. Partneri tjetër shpeshherë e përjeton si tradhti, gënjeshtër, humbet besimin në marrëdhënie, humbet edhe sigurinë në marrëdhënie. Dhe shumë partnerë pasi zbulojnë varësinë nga pornografia, përballen me një përzierje emocione shumë të forta. Kanë zemërim, kanë neveri, kanë ndjenjë humbje, turp. Ata fillojnë të pyesin veten pse nuk mjaftoj unë, pse pikërisht ti, a jam unë problemi. Ky dyshim që partnerët e këtyre partnerëve që janë të varur nga pornografia, fillon dhe bëhet po aq shkatrues sa dhe vetë varësia në vetvete. Ndërkohë që personi i varur ndjen shumë ndjenjë faji dhe për shkak të ndjenjave të fajit përpiqet të izolohet, shmang bisedat, sepse pikërisht ndjenjat e fajit ndonjëherë mund të jenë një ngacmim për të rikthyer tek cikli i varësisë. Në momentin që partnerët e kuptojnë që partneri i tyre është i varur nga pornografia, shfaqet një fenomen që marrëdhënia kthehet në një lloj ku ka fshehti, në një lloj kontrolli dhe një lloj fshehje nga partnerët e varur. Partneri i varur mundohet të fsheh, ndërsa tjetri kërkon të zbulojë. Kjo krijon një tension, mungesë komunikimi dhe një divorc të ashpër emocional që mund të jetë më i thellë se sa çdo distancë fizike. Madje për psikologët në shumë raste, partnerët e njerëzve me varësi fillojnë të zhvillojnë atë që quhet bashkëvarësi. Sepse kjo është ajo përpjekje që ndodh për të shpëtuar tjetrin duke harruar veten. Kjo sjellje, pavarësisht se ndodh nga dashuria, shpeshherë thellon dhe më shumë problemin. Dhe në këtë rast, secili partner duhet punojë për shërimin e vet në mënyrë që marrëdhënia të ketë mundësi të rindërtohet. Shërimi natyrisht që është i mundur, por nuk është një rikthim siç ishte më parë. Është një ndërtim i ri mbi ndershmërinë, ndjeshmërinë, praninë reale
dhe jo mbi fshehjen e fajit. Cila është origjina e varësisë nga seksi? Varësia nga seksi rrallë lind si pasojë e dëshirës për një kënaqësi në vetvete, po si një përpjekje për të menaxhuar emocione të mëdha, siç është ankthi, vetmia, perceptimi një lodhjeje nga ankthi, vetmia apo dhe puna, dhe natyrisht, siç e thash edhe më parë, mungesa e një marrëdhënieje të rëndësishme me domethënie. Edhe në këtë rast truri mëson se stimuli seksual sjell çlirim të menjëhershëm përmes dopaminës, duke krijuar një marrëdhënie mes seksit dhe qetësisë. Me kalimin e kohës, ky çlirim bëhet rruga kryesore për t'u ndier i gjallë ose i kontrolluar. Dikush mund të pyesi, po kur quhet seksi i shëndetshëm dhe nga ta kuptoj që është varësi ndaj seksit? Çështja është ke pyetja pse bën seks. Individët që janë të varur nga seksi nuk bëjnë seks për të shijuar seksin, po bëjnë seks për arsye të tjera, siç është për të mpirë, për të harruar. Në këto raste seksi mund të jetë me partner të rastësishëm, që s'kan asnjë domethënie, ose me një partner të qëndrueshëm, po gjithsesi nuk ka asnjë domethënie të fortë emocionale. Për varësi nga seksi, studiuesit thonë që një nga faktorët më të rëndësishëm është mungesa e një marrëdhënie shumë të rëndësishme të hershme emocionale. Marrëdhënia mund të ketë qenë, por nuk ka plotësuar disa nga nevojat bazë të individit, siç është nevoja për t'u parë, nevoja për t'u dëgjuar, nevoja për t'u pranuar, nevoja për t'u mbrojtur. Dhe ky fëmijë është rritur në një vetmi shumë të madhe. Edhe varësia nga pornografia, edhe varësia nga seksi kanë vetmin një element shumë të rëndësishëm. Dhe po të vëmë re, të dyja kanë në bazë marrëdhënien me njeriun. Vetëm se varësia nga pornografia këtë marrëdhënie e shikon që mund ta kontrolloj vetë. Pra, nuk përjeton turpin e refuzimit, mund ta filloj dhe mund ta ndaloj kur të doj. Pra kontrolli është vetë. Dhe nga që nuk ka një marrëdhënie me njerëz të tjerë, e shikon më pak të problematike. Ndërsa varësia nga seksi e ka marrëdhënie me të tjerë, me tjetrin, shumë të rëndësishme, po shumë si përfaqësore. Është fiziku i një trupi që përmes seksit mendon që po mbyt vetmin, përjeton një lloj çlirimi sapo e kryen seksin, por pas pak kohësh dëshira për ta mpirë sërish vetmin apo për t'u ndier sërish i pranuar, i dashur, i dëshiruar nga dikush, e bën që të shkoj sërish në kërkim të një seksi që nuk ka domethënie. Kështu që këto janë sjellje që individi i bën për të zëvendësuar lidhjen, marrëdhënie me njeriu. Një marrëdhënie që ato mendojnë që është një lidhje kontrollueshme, ku pikërisht përjashtohet rreziku i përjetimit të refuzimit apo të turpit. Natyrisht varësia nga seksi dhe nga pornografia ndryshojnë. Varësia nga pornografia është e lidhur me stimujt vizual dhe me fantazinë, ushqehet nga imazhi, nga mundësia për ta kontrolluar nevojën dhe për të shmangur kontaktin real. Pra individët që janë të varur nga pornografia kanë shumë më frikë nga marrëdhëniet se sa ata që janë të varur nga seksi. Këta të seksit nuk janë më të shëndetshëm. Është thjesht po theksoj një frikë që individët e varur nga pornografia kanë, ndërsa varësia nga seksi në të kundërt e ka të rëndësishëm ndër veprimin fizik. Adrenalina është më e lartë se lidhet me atë që është ndaluar, rreziku është më i lartë dhe kjo e bën dhe më të dëshiruar. Dhe këtu futet një element tjetër që është pushteti ndaj trupit të tjetrit. Ndjesia që mund të kontrollosh trupin e tjetrit dhe ke një lloj pushteti mbi trupin e tjetrit. Sigurisht që ky është një iluzion. Por për individët e varur nga varësia, kjo nuk është kaq e dallueshme. Të dyja këto varësi përdoren për të rritur vetëvlerësimin dhe për të mbuluar vërtet një boshllëk shumë të thellë emocional që vjen nga mungesa e një marrëdhënie të vërtet, qoftë me veten, qoftë me dikë tjetër, e cila çon në një vetmi ekstreme.
për të ritheksuar, çështja nuk është sa herë bën seks, por pse dhe si e bën seksin. Sepse varësi quhet atëherë kur seksi nuk është më dëshirë, por nevojë që ti nuk e kontrollon dot. Kur nuk është zgjidhje, por shmangje. Kur e përdor seksin për të harruar vetmin, ankthin, trishtimin apo boshllokun brenda vetes. Kur shpesh herë ti i premton vetes që kjo është hera e fundit, nuk e bëj më, por ti e di shumë mirë që do e bësh prapë. A ndryshon origjina e varësisë nga pornografia apo seksi nga varësitë e tjera, qofshin këto substanca, alkool? Nga pikpamja neurobiologjike jo, nuk ka ndryshim, jo shumë, të paktën truri ndjek të njëjtat mekanizma si çdo varësi tjetër, dopamin, ndjesia e shpërblimit, krijimi i rrugëve që përforcojnë sistemin limbik. Por ajo që i bën këto varësi ndryshe është lidhja me ndjeshmërinë dhe intimitetin. Pra, varësia nga pornografia dhe seksi janë ngushtësisht të lidhura me intimitetin, me nevojën për intimitet, dhe që këtu kuptojmë më mirë, ndoshta, që vjen nga mungesa e një marrëdhënie të vërtet intime. Ndryshe nga alkooli apo nga substancat e tjera, këtu objekti i varësisë është përvoja njerëzore, seksualiteti. Ai nuk mund të shmanget tërësisht, sepse natyrisht është pjesë e jetës. Për këtë arsye, shërimi nga kjo varësi nuk kërkon eliminim, për varësi nga seksi po flas tu, por një riformim të marrëdhënies me dëshirat dhe me trupin. Individët kanë nevojë, ne jemi qenie sociale, kemi nevojë të krijojmë marrëdhënie njerëzore me të tjerët. Por dëmtimet që mund të kemi pësuar gjatë fëmirisë kanë prodhuar varësi që lidhen ngushtësisht me mënyra jo të shëndetshme për të plotësuar këto nevoja që janë kaq të rëndësishme. Unë e përmenda edhe pak më parë, por në raport me pornografinë, të paktën po dhe varësinë nga seksi, një nga gjetjet më të forta nga studimet klinike që janë bërë është se varësia nga pornografia fillon në fëmijëri dhe në adoleshencën e hershme, diku rreth moshës 12 vjeç. Ndonjëherë mund të ndodhë përmes një përballje të rastësishme, një shok klase apo një shoqe klase të tregon disa imazhe. Për trurin e një fëmije, një imazh i tillë është një mbi ngarkesë nervore, një përvojë që ngjall kurreshtje, ngjall frikë, por për një arsye ose një tjetër ka dhe një ndjesi fuqie që truri nuk di si ta përpunojë. Dhe kjo ndjesia e fuqisë bëhet shumë tërheqëse që në momentin e parë që këta fëmijë janë vetëm, rikthehen tek pornografia dhe pastaj përgjatë zhvillimit disa prej tyre ngecin vetëm tek pornografia dhe disa të tjerë avancojnë pak më përpara tek varësia nga seksi, sepse nevoja për prekje fizike derivon në varësi nga seksi. Mbresa e parë emocionale që njerëzit marrin kur përballen me imazhe pornografike krijon më vonë atë që lidhjen që është me seksitim. Rikthehemi tek emisioni Fije Jete. Dikush më pyet, a ka varësi gjinore? A ka diferenca gjinore në varësi ndaj pornografisë dhe ndaj seksit? Nuk ka diferenca kaq të qarta për sa i përket varësisë nga pornografia, të paktën bazuar në studime. Po ka dallime të qarta për mënyrën si fillon varësia dhe çfarë e nxit. Dhe më shumë dallime të qarta janë në mënyrën se si manifestohet. Tek burrat zakonisht ka të bëjë me një stimulim vizual dhe një fantazi për të kontrolluar femrat, gratë, të riqen nga imazhet, nga dëshira për të dominuar, nga ndjenja e fuqisë që sjell pornografia. Ndërsa ke gratë, pornografia shihet lidhet më shumë me fantazinë emocionale, me histori, me ndjesinë e të qenit e dëshiruar. Por kur kthehen në varësi, pastaj këto diferenca në fillesat e tyre ndryshojnë, sepse
Në të dyja rastet, funksioni është I njëjtë. Shmangja e ankthit, e vetmisë dhe e dhimbjes. Në këtë moment ne do kalojmë të flasim pak për varësinë nga bixhozi, që është një varësi që shifrat studim pas studimi nuk duket të jenë fort të sakta në sensin që ato vazhdojnë edhe rriten edhe zbulohen faktorë të rinj edhe arsye të reja pse njerëzit krijojnë varësi nga bixhozi. Gjithsesi, në këtë segment për varësinë nga bixhozi do I referohem ekskluzivisht kulturës shqiptare dhe përvojave klinike që unë kam pasur. Varësia nga bixhozi nuk është thjesht dëshira për të fituar para. Pavarësisht se shpesh herë përpiqen ta justifikojnë dhe të fshihen mbas kësaj. Është marrëdhënie e smur me rrezikun, me shpresën dhe shpërblimin. Njeriu nuk luan për të fituar, por për të qëndruar në atë gjendjen pezull që të mban loja, në atë momentin ku ti pret të mbaroj dhe të shikosh përfundimin, por varësia lidhet me momentin e pritjes. Kjo është ajo që kërkohet. Kjo varësi nuk ushqehet nga fitoria, por nga, siç e thash, nga rituali I pritjes. Kur truri ndjen tension, adrenalin dhe dopamin, duket sikur çdo humbje që të ishte vetëm një hap larg fitores. Kjo është ai momenti ku njeriu humbet kontaktin me kohën, trupin dhe botën reale. Po si fillon kjo varësi nga gambling që po bëhet kaq e fortë? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka padyshim një origjinë tjetër, por në shumë vende të Ballkanit, përfshirë dhe Shqipërinë, Kosovën, fëmijët rriten në ekrane që imitojnë lojën e bixhozit. Janë ato lojrat me pik, me shpërblime, me nivel pas niveli, të gjitha të krijuara për të prodhuar të njëjtin mekanizëm neurobiologjik si makinat e fatit ose slot machine që quhen. Ka pritje, ka shpërblim, ka një gjë të papritur, ka dopamin. Dhe po, ti e di që për shkak të shumë arsyeve prindrit I lënë fëmijët shumë para ekranit dhe kjo është një gjë që ka ndodhur të paktën ka 10-15 vitet e fundit. I lënë me orë të tëra përpara televizorit apo telefonit për të pasur pak qetësi. Fëmia mëson se shpërblimi nuk vjen nga marrëdhënia njerëzore, por nga loja që vjen nga ekrani. Dhe për fat keq nuk përforcohet marrëdhënia me njeriu, me prindin, me kujdestarin, me motrën, me dadon, me gjyshin, me cilëndo që është, përforcohet lidhja me stimulin. Dhe truri që në moshë të vogël mëson një model shumë të rrezikshëm, që është lodhja, mërzia, dhimbja, vetmia mund të zbuten përmes një shpërblimi të jashtëm, përmes një ndjesie kontrolli që ke në ekranin e telefonit apo të tabletit që të kanë dhënë. Për fat keq ka dhe një normalizim kulturor, sidomos për burrat, ndonë se varësia nga bixhozi nuk prek vetëm burrat. Ndoshta shifrat nuk e di sa diferencë kanë, por ka shumë dhe gra që janë të varur nga bixhozi. Nëse të kujtohet, deri para pak vitesh, këto vendet ku viheshin baste, ku luheshin lojra bixhozi, kanë qenë thuajse në mënyrë metaforike, po them këtu, si çdo minimarket lagje. Domethënë ishte kafja e lagjes, minimarketi I lagjes, edhe kjo vendi ku sidomos djemt mblidheshin, uleshin, pinin kafe, çifnin ndeshjen, vinin baste, kishin dhe këto slot machine që luanin për të fituar diçka. Dhe kjo ishte bërë si një ritual normal për djemt, ku mblidheshin, ku luanin, ku argëtoheshin, ku humbja normalizohej, ku theksi vihej tek kalimi I kohës, tek të qenit me njëri tjetrin, ndonse nuk ka të qenë me njëri tjetrin. Vetëm bashk nuk ishin me këtë ndjesin dhe ankthin që do fitoj apo do humbas. Në shumë raste, këto mjedise ishtin mënyra për të shmangur një lloj ndjenje të dështimit social, një shoqëri që e mat vlerën me fitimin. Kështu që rreziku u bë gati e vetmja mënyrë për të ndjerë gjellëri. Ndërsa për gratë bixhozi është ndryshe.
Historikisht gratë janë gjykuar më shumë për varësitë e tyre. Sepse duket sikur është një gjë shumë mashkullore. Po tani që këto lojra janë edhe në telefonat personal, që janë të lidhura me kartat e kreditit apo të debitit që i takojnë edhe familjes. Këtu ka humbur vërtet sa janë dhe gratë e varura, po dhe gratë janë të varura nga bixhozi. Gjykohen më shumë se sa burrat. Gratë luajnë për të shmangur vetmin dhe ankthin social, edhe emocional. Në rastin e tyre loja nuk është një arenë ku ato duhet të fitojnë, ndryshe nga burrat që fshihen mbas fjalisë që luaj për të fituar para, për të nxjerrë familjen nga borxhet, për të fituar paratë që humba. Gratë nuk luajnë për këtë qëllim. Ato e shikojnë si një lloj strehe, ku arratisen për pak kohë, ku ato merren vetëm me ankthin e tyre për të fituar ose për të humbur, ose kjo nuk ka rëndësi, po përpiqen të fitojnë. Në të dyja rastet, qëllimi është i njëjtë, që të mos ndjesh dhimbjen, po luaj. Këto lloj makinash, edhe lojrat që janë në internet, janë krijuar pikërisht për këtë ndjesi, për ndjesinë që ndonjëherë fiton, ndonjëherë humbet, por gjithmonë mbetesh i varur nga pritja. Kështu që në të njëjtën mënyrë shumë njerëz janë rritur me një dashuri që vinte me intervale. Një herë ndriçonte dhe një herë fikej. E përkthyer është ndoshta janë fëmijë që janë rritur nga prindër që nuk kanë qenë të qëndrueshëm emocionalisht. Ku malli për fëmijën ka qenë shumë i madh dhe e mbysi me dashuri në momentin e parë të takimit, po pastaj lodhja mbizotronte dhe e bënte që të tërhiqeshin në qetësinë e tyre. Kështu që fëmia mëson që ky ritim emocional bëhet terreni i duhur, terreni normal. Dhe është pikërisht një projektim shumë i mirë i varësisë, sepse shpresa që prindi do jetë ndryshe me humorin kur vjen ose do luaj pak më gjatë me mua, është ajo që pak më vonë do jetë shpresa që herën tjetër do jetë ndryshe, herën tjetër dhe mund të fitojë. Sipas studimeve, shenjat e qarta të varësisë nga bixhozi, sepse është dhe më i vështiri për të kuptuar, janë kryesisht personi humben ndjenjën e kaos, pastaj fillon të gënjejë. Gënjen për paratë që ka humbur, për paratë që ka fituar, për kohë zgjatjen se sa ka luajtur, dhe gënjen për faktin që thotë që nuk do luaj më. Është nervoz, vuan nga ankthi dhe është shumë i irrituar. Në planin praktik fillojnë borxhet, vjedhjet në familje, nervozizmi, justifikimet. Dhe gradualisht, kjo lloj varësie zë vendin e çdo gjëje tjetër, çdo gëzimi, as puna, as marrëdhëniet nuk sjellin më kënaqësi. Siç thotë një nga pacientat është, unë nuk luaj për të fituar. Unë luaj për të mos menduar. Si çdo varësi dhe bixhozi është forma arratisje, një mënyrë për të ndalur mendimet, për të fshirë ndjenjat, për të mos vuajtur. Shumë nga të varurit e përshkruajnë lojën si një vend ku s'ndjehet asgjë. Dhe për disa njerëz kjo shkëputje është një lloj lehtësimi i përkohshëm nga dhimbja. Në përpaskenën edhe të kësaj vetmie ka vetmi, trauma dhe frikë nga dështimi. Për shumë njerëz, kjo varësi bëhet marrëdhënia e tyre më e qëndrueshme. Ajo nuk të gjykon, nuk të braktis, nuk kërkon llogari. Po si është jeta e familjarëve që kanë një njeri të varur nga bixhozi? Ata jetojnë mes turpit, ankthit dhe një shprese që e ushqejnë dhe me gjëra të vogla. Ata shohin dikë që duan që po shkatrohet dal nga dal, duke ditur se çdo premtim që kjo është hera e fundit do thyhet. Ka ndarje, ka përplasje dyersh. Ka humbje besimi, ka një ndjenjë të thellë pafuqishmërie. Partnerët e këtyre personave shpesh përjetojnë dhe këtu rastin e sindromës së bashkëvarësisë, sepse dhe këta futen në një lojë që përpiqen të parandalojnë relapsin, rikthimin e radhës.
Mirë po sa më shumë të përpiqet partnerit ta shpëtoj apo ta mbrojë individin e varur, aq më shumë ndodh që humbet edhe veten në këtë luftë, dhe bashkë me veten edhe marrëdhënien, dhe bashkë me marrëdhënien edhe fëmijëve ju shtohet një ankth i shtuar, sepse kthehen në individ që përpiqen të qetësojnë këtë dramë në familje. Bëjnë betime të cilat sigurisht nuk i mbajnë dot më vonë. Po janë ata fëmijë që rriten pa fëmijëri, sepse kthehen në të rriturit e prindërve të tyre. Rriten me frikë nga dashuria. Në thelb varësia nga bixhozi nuk është histori, siç thash, për të fituar para, pavarësisht se shitet si e tillë. Është një histori për të mungesën e vetes. Në çdo loj fshihet një lutje më ndihmo të mos ndjej për pak. Sipas studimeve, fëmijët që krijojnë varësi nga bixhozi kanë pasur një fëmijëri që ca ti pare që i kanë bërë të dallueshme. Për shembull, kanë qenë pak impulsiv, kërkonin shpërblime të menjëhershme, nuk kanë pasur shumë durim, sepse këtu dua të theksoj edhe një gjë që e thash edhe në emisionin e parë për varësinë. Jo gjithmonë është faji i prindërve apo i mjedisit. Nuk duhet të harrojmë kurrë gjenetikën, edhe ajo ka një rol 40 deri në 60%, si në çdo tipar personaliteti, apo ngjyra flokëve apo ngjyra syve, edhe në këto çështje të varësisë. Prindërimi dhe konteksti kulturor përforcojnë këtë gjë që mund të jetë e trashëguar, sepse varësinë ne shikojmë gjithmonë të lidhur me këto sjelljet që sjellin probleme në familje. Po ka dhe një varësi tjetër, ka disa në fakt, po një varësi që unë nuk e di ato kemi mundësi ta përmendim në këtë emision, që është varësia nga puna. Në anglisht termi është workaholism. Kjo është një nga ato varësi, për shembull, Antonio, që është shumë e duar trokitur. Njerëzit që janë të varur nga puna shihen me admirim nga të tjerët, shihen si raste suksesi, pavarësisht se mekanizmi është i njëjtë, po do dalë pak më vonë. Është i njëjtë me këtë të varur nga bixhozi. Ajo që përfundon në fund të ditës, i varur nga puna ka duar trokitje, ndërsa i varur nga bixhozi ka turpin dhe fajin. Të dy në thelb janë vetëm dhe bosh. Po kthehemi tek tiparet e fëmijërisë, si kanë qenë fëmijë, individët që janë varur nga bixhozi. Pra kanë qenë impulsiv, kanë qenë vazhdimisht në përpjekje për të pasur emocione të forta. Kanë pasur shumë të vështirë të jetojnë në rutina, kanë dashur gjithmonë aktivitete ku ndiheshin shumë të sfiduar, nuk e kanë qef qetësinë e jetës apo qetësinë e ditës. Janë rritur dhe me kufi të paqartë, jo vetëm nga familja, po ndoshta edhe nga shkolla apo mjedisi rreth e qark. Natyrisht ka një kategori tjetër që janë fëmijë që janë të lënduar dhe të traumatizuar, sepse mund të kenë përjetuar divorce të ashpra, abuzim ose neglizhencë emocionale. Ose fëmijë që janë mësuar të kontrollojnë ndjenjat, pra në ato familje ku të flasësh për ndjenjat apo të qash, konsiderohet një lloj dobësi. Gjithsesi, në të gjitha rastet, bixhozi shfaqet si një përpjekje për të rregulluar emocionalisht, një përpjekje për të përballuar jetën kur ndjenjat bëhen shumë të forta, por kur individi nuk ndjen që ka fuqinë për të përballuar këto ndjenja, ose në ekstremin tjetër, ku jetën e perceptojnë bosh, që nuk ka asgjë për të vlerësuar. Në thelb, sipas studimeve, fëmijëria e një njeriu të varur nga bixhozi është historia e një fëmie që nuk e ndjeu kurrë të sigurt as dashurinë, as fatin, as mbrojtjen, as vlerësimin konstant për atë fëmijë. Por njëri ishte fëmijë i jashtëzakonshëm dhe njëri ishte një fëmijë i tmerrshëm. Lërat e fatit, sepse dikush pyet, po pse kjo varësi vazhdon është kaq aktive dhe shumë e vështirë për të vënë në kontroll ndryshe nga varësitë e tjera. Sepse lërat e fatit nuk t'i japin shpesh fitore të mëdha, po ato t'i japin fitore të vogla.
aq sa duhet që ti mos largohesh prej tyre. Dhe kështu ruhet varësia. Në të njëjtën mënyrë që fëmia ka përjetuar pasiguri emocionale, ruan po të njëjtën dinamik. Ndonjëherë merr pak dashuri aq sa për të shpresuar që herën tjetër do jetë ndryshe. Në thelb, bixhozi nuk është kërkim për pasuri, po për të rregulluar dhimbjen e vjetër. Puna nga ime varësi nga bixhozi nuk është vetëm tek duar trokitjet apo qortimet, por edhe tek xhepat plot dhe xhepat bosh. Po, ke të drejtë, nuk është detaj i vogël, edhe këtu ke shumë të drejtë. Por unë po merrem me arsyet, jo me atë që ndodh, që nuk është detaj i vogël, ti ke shumë të drejtë. Por arsyet janë thuajse të ngjashme. Nevoja për të mbushur boshllëqe emocionale. Gjithsesi në këto momente unë do doja të flisja pak për varësinë nga blerjet, shoppingu. Varësia nga blerjet nuk ka të bëjë me dashurinë për modën apo me një dëshirë ekstreme për të kujdesur për veten, është një impuls i pakontrolluar për të blerë në përpjekje të pavetëdijshme për të mbushur një boshllëk që është emocional. Ai lidhet me ndjesinë që me këtë blerje, me këtë fustan, me këtë xhaket, me këtë çantë, rritet vetëvlerësimi sepse e lidhin me statusin social. Blerja nuk është më një zgjidhje praktike, por një mënyrë për ta ndjerë veten të sigurt në mjediset sociale, por origjinën e ka për të harruar dhimbje të caktuara. Në momentin e blerjes, truri sërish çliron dopaminën, hormonin e shpërblimit, dhe kjo krijon një ndjesi të vogël euforie momentale, një dritë të vogël, ku menjëherë pas kësaj vjen një lloj boshllëku, sepse atë çantën apo veshjen ta admirojnë për maksimumi 30 sekonda, dhe pastaj njerëzit sigurisht që kthehen në hallet e tyre. Dhe kështu lind ky cikli i varësisë. Blej, ndihem pak më mirë, pendohem, pastaj shikon një gjë që thot, e po më thirri, nuk kisha ç'të bëja, nuk mund të lija pa e bler. Kur quhet varësi? Një person quhet i varur nga blerjet, jo pse blen shumë, por sërish shkojmë ke pse e blen. Quhet varësi kur blerja është e vetmja mënyrë që individi përdor për t'u qetësuar, për t'u vetë rregulluar emocionalisht. Shenjat më të zakonshme të varësisë nga blerjet janë blerjet për të qetësuar ankthin, trishtimin apo vetminë. Janë blerje që zakonisht kryhen kur ka humor jo të keq apo kur ke një ditë që do të ndryshosh humorin tënd. Pra, nuk blien se ke nevojë, po blien për ndryshuar humorin. Janë ato rastet kur atë që blen ti e fsheh, ose gënjen për çmimet, ose heq etiketat. Dhe ato raste kur ke ndjesinë se nuk mund të ndalesh. Dhe mbas një blerje ndjen një boshllëk shumë të madh. Pra diferenca është kur dikush blen gjëra që ka nevojë, nuk e provon këtë ndjesinë e boshllëkut, madje mund të ketë ndjesinë e kënaqësisë së zgjatur, sepse është në shërbim të vetes, ndërsa personat e varur përjetojnë boshllëk sepse e kuptojnë që është një blerje që nuk ka të bëjë me atë që të duhet, po me ndjesinë që sapo gënjeve veten. Dhe në këto raste shoppingu nuk është më konsum, por anestezi që i bën vetes në mënyrë për të mos ndjerë. Për shkak të profesionet, njerëzit pyesin edhe si është fëmijëria e këtyre njerëzve me varësi. Studiuesit kanë një të përbashkët ku thonë se janë fëmijë ku janë rritur në familje ku dashuria dhe pranimi lidhen me dhuratat dhe me performancat sociale, ku theksi vendoset shumë tek pamja e jashtme. Pra, rritur në familje ku është theksuar sa fëmijë i pastër je, sa bukur ditë të vishesh, ose kur prindrit mes tyre, ose të rriturit në familje, komentojnë negativisht sjelljet të caktuara, veshjet të caktuara të njerëzve të tjerë që vishen keq, nuk din të vishen, janë pa gusto. Dhe fëmia fillon të brendësoj detaje që më vonë bëhen të rëndësishme, që janë veshja flet për njeriu, ose kur shumë njerëz janë vlerësuar jo për mbajtjen që kanë, ose për arritjet që kanë bërë në jetë, por për elegancën në të veshur, për elegancën në të lyer, pra ku fokusi ka qenë kryesisht vlerësimi i performancës vizuale, ajo që duket.
Natyrisht në këto familje ndjenjat nuk kanë qenë të rëndësishme për të folur, për të komunikuar. Unë dua sërish të theksoj që nuk dua kurse si që ky emision të shihet si akuza të vazhdueshme ndaj prindërve. Nuk është që prindrit e dinë gjuhën e emocioneve. Këtë e kam thënë në një nga emisionet. Është një gjuhë që nuk e flasin. Edhe duke mos ditur si ta flasin, nuk mund ta edukojnë. Konteksti kulturor dhe ndikimi i rrjeteve sociale, po jetojmë në një kulturë ku imazhet e djembe dhe vajzave shumë të bukur, shumë të kuruar, shumë të palestruar që vishen me veshje të caktuara, ose ke parasysh ato reklamat Antonio ku thon meritoje, bëja dhurat vetes dhe këtë, shprehe veten përmes kësaj gjëje, që sigurisht janë rrengje të vogla që agjentët e marketingut përdorin për të të mbushur mendjen që ti e meriton këtë gjë. Është thjesht një gjë që ata duan ta shesin sepse ata pasurohen teksa ti blen. Në Instagram çdo foto e kuruar përfaqëson këtë imazhin që je dikush kur pamja jote reflekton para, mirëqenie, ndërhyrje estetike, sepse kohët e fundit paktën nga pacientët që unë punoj vjen ka filluar dëgohet shpeshherë që ajo s'ka asnjë kujdes për vete, nuk ka asnjë ndërhyrje estetike. Pra, gati shikohet si normë ndërhyrjet estetike, ndërkohë që është thjesht një alternativë për ato që duan ta bëjnë, por nuk mund të kthehet në një normë sociale. Në këtë kuptim, varësia nga blerjet nuk është vetëm çrregullim individual, por produkti i një kulture që na mëson të blejmë dhe të konsumojmë për t'u ndier të pranuar. Në Ballkan kanë ngjyrimet e veta, sepse brezat që janë rritur në varfëri deri në vitet 90 të paktën në Shqipëri, ky lloj bollëku përfaqëson një liri, emancipim dhe nevojë për ta ulëritur që nuk kemi më të varfër. Shpeshherë shihet si një status social. Ndërsa për gratë shpeshherë shihet si forma e vetme e lejuar e vetkënaqësisë, gati dhe e pranuar, sepse është dhe stereotipi i famshëm që gratë blejnë, edhe në shumë reklama apo në shumë filma ne shohim që burrat japin kartat e kreditit ose janë duke pritur në qendra tregtare gratë që harxojnë orë të tëra duke u veshur. Pra është normalizuar kjo gjë. Cilat janë emocionet që përpiqen të fshehin, edhe këtu vetmia është një nga emocionet kryesore që njerëzit përpiqen që përmes varësisë nga blerjet të mbushin. Në një formë tjetër, edhe këtu është mungesa e një marrëdhënie të vërtet me veten. Për sa kohë përpiqesh që veten ta fshehësh me veshje që blen edhe kur nuk ke nevojë. Këto sjellje përpiqen të fshehin ndjenjën e pavlefshmërisë, të trishtimit, të turpit që nuk jam e përshtatshme për këtë shoqëri, si edhe frikën nga përjashtimi. Blerja sjell një eufori të çastit, një fantazi, por kaq. Unë di që emisioni për varësinë do vazhdoj, ndoshta jo herën që vjen, sepse herën që vjen të doja të flisja për sindromën e nënave të mira. Shpeshherë takoj vajza të reja, nëna të reja që i bëjmë pyetje vetes, a jam unë një nënë e mirë? Dhe unë me këtë dua të merrem të hënën që vjen. Por varësia nga puna dhe varësi të tjera, unë do doja të trajtoja në një emision tjetër që do jetë në javët në vijim. Faleminderit për vëmendjen dhe dëgjohemi të hënën që vjen në orën 21. Natën e mirë.